Baba ka qenë njeri veçantë si shkrimtar, ashtu njëjtë edhe si babë dhe si mik. Unë kom kalu shumë kohë të mirë me babën, veçanti kur isha shumë e vogël, se dhe ai iku në moshë kur unë isha 20 vjeçare, ai ishte 58. Nuk kam rri atë pleqninë e thellë, s'kam rri as pensionin, takzoj. Kështu që kemi kalu kohëna të mira, sidomos mas ditët i kemi pas ato që kemi dalë shpesh, kemi ecë. E donte shiun shumë dhe ndjente një qetësi kur dilshim me ecë në përshi. Dhe mandej përfundonim çdo herë dikun në ambultore në pallatin e rinisë ose dikun tjetër ku ishte qetë dhe bisedonim gjatë e gjerë për gjërat cilat mu më interesonin si fëmijë ose cilat unë kisha kuriozitet në atë kohë. Ka pas një stil të veçantë të punës, ai kryesisht punonte natën kur ishte qetësi. Kishte qejf gjithmonë me dëgju muzikë klasike, dëgjonte muzikën klasike shumë e çmonte tepër Beethovenin, sidomos këto Gjerman folksit, i kishte shumë merak. Kur ishte ma në disponim, kishte qejf ato polkat, valset e gjermane, austriake, i pëlqente shumë Beethoveni, shumë atë simfoninë e 7 ka pas merak. Zakonisht para punës kishte dëshirë me dëgju atë muzikën klasike, dhe mandej natën koncentrohej dhe punonte kur na ishim të fjetun dhe kishte qetësi. Në vitin 1971, një grup i krijuesve të rinj, në mesin e të cilëve isha edhe unë, botoi një tekst problematik i cili më vonë u pagëzua si manifest, një shkrim kritik i botuar në të përditshmen Rilindja me titull Vox clamantis in deserto, zëri i të dëshpëruarit në shkretir, që pati bërë bujë të madhe. Voxi në të vërtet ishte paraqitje bindjeve kritike të një gjenerate të re të letrarëve kosovar lidhur me gjendjen në kulturë, me pozitën e krijuesve dhe frymat estetike të asaj kohe. Përmes tij, ne praktikisht i shpallëm luftë realizmit socialist dhe të gjitha marrëzirave kulturore që bëheshin tek ne e që ishin ndikimi i Shqipërisë, gjithsesi i ideologjisë social komuniste. Ne orientoheshim me veprat dhe frymat e krijuesve europian, botror. Shembuj gjenim te Kafka, te Boderi, Remboja, Apollinieri, kurse tek ata mbretëronte fryma revolucionare e Majakovskit, Gorgit e tjerë. Gjithmonë është synu të krijohet një njeri i ri, një njeri i ri i komunizmit, një njeri i serveli, i cili çdo herë do të thurë lavde për partinë, për diktatorët. Baba ka qenë shumë kundër asaj se ka konsideru shumë atë socrealizmin si një frymë e cila e shtyp atë shpirtin artistik të shkrimtarëve, kështu që ajo ka qenë një revolt e disa shkrimtarëve të ri të asaj kohe. Është organizuar, është më mbajt disa takime në banesën, në atë kohë kemi jetu në Ulpian, ka qenë një banesë e vogël, një dhomshe. Unë s'kam qenë e lindur në atë kohë. Mama ime ndjerë më ka tregu që është mbledh disa ditë rresht dhe kam punu dhe aty është shkruar dhe është nënshkruar ai manifesti, është botuar dhe kur është botuar mandej është bërë një honë shumë e madhe. Këta kishin një ambicie pra ta çonin letërsinë me shpejtësi drejt avangardave dhe me këtë akt mundësisht ta përditësonin letërsinë me problemet që kishte letërsia evropiane, letërsia amerikane, letërsia më e mirë e përbotshme. Këta deshen ta kthejnë fletën dhe ta emancipojnë letërsinë shqipe, kudo që i shkruhej ajo, në një akt të vetëm dhe automatik, duke kriju një lëvizje edhe me manifest të ngjashme pra me fenomenet letrare, me tendencat, me trendet letrare që shfaqeshin në Evropë dhe t'i fusin ata të krijojnë një letërsi e cila nuk flet më për personazhe, nuk flet më për ngjarje, po flet për mbrëmsinë e njeriut. Dhe kjo letërsi jetoi aq sa jetoi pikërisht se pati një merit madhe se vuni
e futi njeriu në mikroskop dhe u munut të penetronte deri tek impulset energjezes dhe të vetdijes, edhe të nën vetdijes, pra për proceset e vetdijshme dhe të pa vetdijshme, të vullnetshme dhe të pa vullnetshme që e përcaktojnë jetën e njeriu. Modeli vinte nga Franca, Nathalie Sarraut edhe Rob Grie, të cilët themelun teorinë e antiromanit. Kohët kalun, dhe ne kemi primatin që kemi një autor nga Kosova, quhet Anton Pashku, i cili jo vetëm guxoi, por dhe realizoi një vepër të asaj fryme, të mbështetur mbi projën energjetike, me një përmbajtje shpeshherë ndoshta edhe të pa qartë, me siguri e dhanë ose turbullume me qëllim në mënyrë që të mos prekte edhe censurën e jugoslave, duke ngrit probleme që ata i qunin me përbuzje irredentiste, kështu që romani pra ishte një përpjekje letrare, një strukture të re. Mbi letërsinë e sotme kosovare që botohet në Shqipëri. Dokument i Komiteti Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, datë 20 prill 1973. Shtypi unë letrar, sidomos nëntori, ka lejuar shumë vargje të paqarta, hermetike dhe ndonjë poezi që shpreh miratimin e vet për gjendjen e sotme në Kosovë. Janë botuar edhe poezi të Ali Podrimes, e Qerem Bashës, Kryeziut, Berishës e tjerë që dallohen për hermetizëm ose janë thjesht lojra fjalësh e figura të katërcipta. Qëndrimi ndaj autorëve voksist si Ali Podrimja, Anton Pashku e tjerë, mendojmë se duhet të jetë i diferencuar. Sidoqoftë, kjo duhet të diskutohet më vete. Mendohet se Anton Pashku është nga iniciatorët dhe autorët e bindur të manifestit kundër realizmit socialist, ndërsa Ali Podrimja duket se është tërhequr prej tyre dhe shpesh ka bërë përpjekje të afrohet me ne. Njerëzit e zgjedhën të censurës kishin rënë në kontakt me librat e tij dhe e kishin identifiku atë frymën dhe teknikën letrare dhe ato kuptohet që nuk do ta rekomandonin ardhjen e tij dhe masanej kur për me mush mendjen intelektualëve të Kosovës dhe për t'i marrë një farë mënyrë më të mirë ndoshta, dikush doli edhe tha që Anton Pashku është dekadent, ai është një borgjez, fryma e tij është dekadente, fryma e tij është dëshpëruese, fryma e tij është çmobilizuese, fryma e tij është dëshpërim e tjerë. Pra, e çon problemin në regjistra moral dhe e dënon, ja nxin pasaportën, i vune dhe vulën e kuqe dhe ai nuk mund të kalonte. Shkaku i dytë ishte se kryevepra e letërsisë e antiromanit shqiptar, po themin, e të vetmit antiroman, dhe e Anton Pashkut kryekreje, ishte e shkruar në gegnisht, gjë që e bante këtë vepër të padëshirueshme, sepse ajo vërtetonte se në botën shqiptare gegnishtja vazhdonte me ndërtu primate, letërsi avangardiste. Nuk ka qenë asnjëherë rrithari diktaturave, ka qenë njëri shumë demokrat, një shpirt shumë i lirë, ka qenë njëri shumë liberal dhe ka vujt shumë për atë kohë, në veçanti ka vujt që ka qenë janë atë mund prej shtetit amë, na ashtu kështu kemi qenë të shtypon këtu dhe Jugosllavi, kemi qenë shumë të shtypon si popull,
edhe nuk është që këtu ka gëzu nej benefit, nej diçka. Kështu që tash edhe prej shtetit ha me qenë janë atë mund nuk ka qenë mirë. Nuk ka qenë mirë ajo jo vetëm për Pashkun, po edhe për Camën, për disa të tjerë që po edhe për shkrimtarëve të Shqipërisë, të cilët nuk kanë qenë në vijë, ta quajmë në vijë me regjimin komunist të Enver Hoxhës. Natyrisht që ka pritur shumë keq, shumë rënda të punë, mirë po populli shqiptar gjithmonë e ka dashur shumë edhe vret ajo dhe prej librave të tij, prej motiveve që i ka shqelluar aty, sidomos me ohjen aty, shihet krejt ai kalvari që e ka jetuar populli shqiptar qysh prej kohës pellazgëve deri në ditët e kohës kur e ka shkruar në shtatëvishëm. Për shumë arsye, siç ishte socrealizmi apo censura, e cila ishte shumë e pranishme në letërsinë që bëhej brenda territorit të Shqipërisë, i dha kësaj letërsie një lloj universalizmi. Dogma e socrealizmit ishte frymëzimi nga njeriu i ri. Ky e bëri që letërsia shqipe, kryesisht letërsia shqipe, e cila bëhesh në Republikën e Shqipërisë, t'i dedikohej temave që kishin bënin me socializmin, temave që kishin bënin me luftën. Kemi shumë libra të cilat i dedikohen luftës nacionale çlirimtare, njeriu të ri, privoi nga letërsia një element shumë të rëndësishëm dhe thelbësor për lëndën e një teksti që siç ishte erosi apo siç ishte dashuria. Realizmi socialist ishte i imponu. Për te filloi të flitej qysh në 45-ën, gjithmonë me shemujt e Bashkimit Sovjetik, dhe pastaj u shpall edhe si metoda sunduese e krijimtarisë artistike, metoda zyrtare, dhe u la të kuptohej se kushdo që mund shkruante sipas një teknologjie tjetër mund të futej në listën e zezë të njerëzve që nuk e përkrahnin regjimin dhe socializmin. Deri në vitet e 10, kryesisht temat mbizotëruese, përveç tekstit të Kadares, ishin tema që kishin bënin pikërisht me frymën zyrtare të kohës, dhe sigurisht që kjo dëmtoi shumë shkrimtarë, shumë talente të kohës, të cilët nuk arritën të dilnin dhe të tejkalonin veten në nivele të cilat do t'i kishin bërë që t'ishin të pranishëm edhe sot për lexuesin, ashtu siç ndodhi me Kadaren për shembull, por këto janë raste të një autoriteti gjenial i cili arrin të tejkalojë dogmat edhe përtej konteksteve dhe limiteve që vinte sot realizmi. Ai u mbajt pikërisht të thelbi i letërsisë, duke zhvilluar pikërisht të thelbet dhe duke na dhënë një vepër e cila ishte universale në mesazhet e saj, në karakteret e saj, në historinë e saj. Po krejt ndryshe është letërsia shqipe e cila u zhvillua në Kosovë. Kosova për shembull u përfshin në atë çfarë një nga rrymat që ka qenë shumë e pranishme edhe në botë, si ishte hermetizmi. Kemi rastin Anton Pashkut, i cili është ndoshta një nga lëvruesit më të mirë të kësaj fryme, pikërisht me romanin, me tiparet e një romani psikologjik që ai solli në prozën shqipe në Kosovë. Ajo dek e letërsisë që erdhën, që mërguan në thojza, që u detyruan të lënë Kosovën, në kuptim është një dritare që krijoi një atmosferë tjetër për letërsinë zyrtare të Shqipërisë. Ata nuk i dolën përkundër Shqipërisë, por sollën një pasuri të jashtëzakonshme në kuptimin estetik, në kuptimin gjuhësor, në kuptimin e një ane që do të thosha gati po harrohej. Dhe në një farë mënyre është pikërisht kjo energji fjale, kjo energji tingulli që na mundësoi që të mos dukemi kaq ndryshe, të mos shkojmë deri te ajo marrëzia sikur kemi dy kombe. Ardhja këtu, them, ka qenë trondice për ata. Kur kanë lexuar parimet e realizmit socialist, pra metodës së realizmit socialist si në letërsi, në art dhe në muzikë, ka qenë shumë e vështirë për ta përfituar dhe për t'i kthyer ata për të krijuar sipas metodës së realizmit socialist. Ata nuk e kanë kuptuar asnjëherë. E kanë kuptuar se çka qenë, por nuk e kanë futur brenda vetvetes për ta rikthyer pastaj në vepra arti ose në vepra letrare. Këtë nuk kanë pas mundësi ta bënin, sepse edukimi i tyre ka qenë një edukim krejt tjetër. Ata erdhën dhe si thua ngatruan vetveten
me realizmi socialist, por që nuk u bën kur pjesë e tij, sepse ata e kundërshtuan. Dhe shumica e tyre janë të përvuajtur në për persekutime dhe në përburgje. Koncertet ishin madhështore. Qa kanë bë ato, na dhimë se shin kur i shikojshim. Gjithë në kam të bërtit të lëri për koncertin. Në vitin 1980, unë kthehem nga shërbimi ushtarak dhe një muzicient atje, ta unë thaktoj këm kaset, s'kam nevojt aty me të më dëgjuhet. Ku Melosit? Melosin për ta merë Beogradit i, kur Melosin se ki? Qa të rekomendu me bo grupin tim. Ku më thonë ku me bo grupin ton, edhe kena me këndu shqep, rock, shqep, s'ka ma anglesh, s'ka ma serbesh, s'ka as boshnakisht, as tash po shqep. Edhe e kam formu grupin një nere në vitin 1981. I bënëm 2 këngë për radio televizion në Prishtinës. Producenti unë ka qenë Reshat Randobrava, kompozitori unë i madh. Edhe ai po e merr me shënu atje këngët, asi emrin tha keni gjetë. Thash i lirët. Veç është mbet. Tha dhe njëre, thash i lirët, grupi i lirët. Në atë kohë e di qa u konaj. Unë e thash që për refuzon, edhin. Ko, tha bresh. Thash mjaft ma, se na maltretonin. S'mushe me tekstet na korrigojshin atje
men ti kryon me tekste ideologjinë e grupit, ti u duke me ndru tekstin tash. Edhe tash pe lam krejt. Kam qenë shënjesër të madhe, të tyre, si thëshin udba, kam qenë shënjesër të nacionalist, të kështë, këndojsh atje në palatin e rinis, apo atje prej, veç me gisht ma bon të këtu që këndoj dhe sërbisht. Vitin 1989 drejtojna albumin Zgjo Kosovë. Ka qenë shumë provokative. Shumë provokative në atë kohë, kur regjimi sërbe anekson gjitha institucionet e Kosovës, mu më vjen në kokë ajo. Zgjoni vlla, ka qenë një këngë jashtëzakonisht provokative. Vërtet shumë provokative për ata, po për neve ishte shpirt. Dhe ma i men sa unë dhe gjua e këngë. Sa njerëz janë prek me atë këngë. Unë e kam përfshi aty kombin tim, do më thonë kombin tim. Qenjen tonë. Tokën Shqipëri e kam shkel në vitin 1994. Edhe ai ka qenën emocioni maj madh që e kom përmetu në jetën time. E mbajnë men u dredhësha që qështu. Zdi, u dredhësha, s'musha me besu se peshkeni Shqipëria. Shqipëria na mungon të. Se të na ndronim ditë e natë, krejt, i ri, i vjetër, i mesmi, vetëm Shqipëria. Hapja e kufive, do me thënë, ajo entuziazmi revolucionar, unë dje jashtë mase në ato kohë, dhe ne filluam madje dhe grupet bashkëpunime për unifikimin e programeve, por edhe të teksteve shkollore. Fillimisht më ka lidhur libri shkollor, duke qenë se unë punoja atje që nga viti 1985, dhe punonim me tekstet e letërsisë. Dhe 90-ta na hapi kufit jo vetëm me botën, që është një çik paradoksale, por normal na hapi kufit edhe me Kosovën, me Maqedoninë, me Malin e Zi. Në fillim, letërsia e autorëve të Kosovës është trajtuar letërsi kosovare. A thua ti, pra ne kishim letërsinë shqiptare, letërsinë kosovare dhe letërsinë botrore, letërsia e huaj që quhej në atë kohë. Dhe që trajtohej si diçka sigurisht e huaj, nuk ishin autor shqiptar. Sigurisht që pas viteve 90 filloi një koncept tjetër për ta parë këtë lloj letërsie dhe autorët që të futeshin brenda kuadrit të letërsisë shqiptare. Në vitet para se të ndodhte lufta në Kosovë, ministri i Kosovës i atëhershëm ishte në ekzil dhe me sa mbaj mend ne bënim takime në ato kohë tek rruga, ishte zyra tek rruga e legatave që quhej në atë kohë, pra tek rruga e ambasadave. Ndërkaq që u ngritën edhe grupet nga Ministria e Arsimit, grupet e përbashkëta për programet kombëtare. Për herë të parë, do me thënë, u futën në tekste, u morën gjithë autorët shqiptarë dhe autorët e Kosovës, u futën në tekste dhe këto tekste pasaj shkuan edhe në Kosovë dhe në kushtet, dijeshin kushtet e vështira të asaj kohe, se si punojmë me ato tekste dhe me ato programe. Ishte viti sa kishte mbaruar 97-a, 98-a, kishim ndryshimin e qeverive dhe që ishte një prirje që gjithë ai liberalizim që ndodhi përpara, do me thonë në fillim të viteve 90, ishte një prirje për kthim mbrapa. Dhe në atë kohë ne paraqesim bashkë me Sabri Hamitit letërsinë moderne shqiptare që të mundet të miratojë. Dhe me thënë të drejtën pati kundërshtime, filluan duke thënë ne nuk mund të botojmë, nuk mund të futim në tekstet mosimore Koliqin që ishte fashist, duke u diskutuar dhe për disa autorë të Kosovës e autorë të letërsisë moderne që nuk ka nevojë nxënësit që ti mësojnë këtë lloj letërsie. Dhe libri, me thënë të drejtën, u pengua.
ka qenë rebelizmi im i parë në punë, në profesionin tim. Unë thash, unë do iki nga puna, do hap veç shpi botuse dhe unë këtë libër do ta botoj se s'bë. Dhe me të vërtet, libri sa kam hapur shpi botuse në Albas në vitin 2000, së bashku me partnerin tim, e bisedova dhe thash, ky libër duhet patjetër që të shkojë te mësuesit, sepse në atë kohë nuk ishte fare libra, qoftë për letërsinë bashkohore, qoftë edhe për letërsinë moderne që ka periudhën në gjysmën e parë të shekullit 20 dhe ku Sabria Viti me drejtë e quaj letërsia moderne, ku shkroi Koliqi, Fishta, Konica, Alazgush Poradeci, ose Azdreni që ishte trajtuar nga kritika ndryshe, vetëm si një poet, se në atë kohë poetët më mëdhenj trajtoheshin vetëm me poezinë angazhuar, ndërsa tani filloi një trajtim tjetër, pra edhe kritika, edhe letërsia u pan me një dritë tjetër. Kur ju ra në dorë mësuesve të letërsisë ky libër, ata vrapuan që ta merrin, ja rekomanduan nxënësve dhe mund të ketë qenë i vetmi libër i cili është futur masivisht në shkollë i pamiratuar nga Ministria e Arsimit. Dhe në atë kohë Ministria ngriti një grup tjetër për t'u kundërvënë dhe që gjatë gjithë kohës u përpoq përsëri për ta ndaluar librin, po që libri kishte marrë dhënë dhe pastaj u fut edhe në universitet, pra gjëja me vlerë gjithmonë do të shkojë atje ku duhet. Vetëm se mua më vjen keq që kufit u hapën dhe pastaj menjëherë mbas vitit 2000 nuk e di se çfarë pati një lloj mbylljeje, tani janë hapur pra. Se ça kemi vojtur ne që kemi quar librin në Kosovë, ju nuk e mojnë në dot. Kemi ndetur nga 12 orë në dogan. Dhe me dhem për dhem janë ngrënë me doganjere. E gjithate, ne kemi bërë një gjë të jashtëzakonshme me librin. Atë që ka bërë libri nuk e ka bërë askush. Nuk e di pse vazhdojmë të kundrohemi ai dhe ne, ata dhe ne, unë dhe ai, në ndërkohë që ne historikisht, gjuhësisht, shpirtërisht jemi dy anë të së njëjtës medalje. Ata të pushtuar nga slavizmi, ne të pushtuar nga komunizmi. Kultura është fryma, është shpirti dhe është psikosinteza që bëron për të qenë një kombë. Ne jemi jo në kufi, por ne jemi pjesë e një tone dhe kemi një kufi që është reminiscencë e 1913. Mendoj që barierat kanë rënë mes dy vendeve. Botuese shqiptare botojnë autor të Kosovës, siç botojnë dhe ata autor të Shqipërisë. Është një letërsi e cila bashkohet nga gjuha, është një letërsi e cila lëvron aftësitë e një gjuhe. Detyra e shtetit është që ato hendeqe, ai prak që është kriju nga lëvizjet jo të barabarta të dy terreneve kulturore shqiptare, ai prak duhet sheshu dhe duhet kthehet në një livall ku njeriu nuk merr mësu, pra nuk pengohet dhe nuk rrëcohet.